Selamu alaikum, ky është mesazhi 61 minutësh. Një student në Universitetin e Kolumbias duke ndjekur ligjeratën e matematikës nga lodhja e tepërt të kishte zënë gjumi. E zgjuan zhurmat e shokëve që largoheshin nga amfiteatri, kur e pa në tabelë se ishin të shënuara 2 detyra matematikore. Shpejt i shënoi në fletoren e tij duke menduar se janë detyra të shtëpisë. Shkoi dhe u lodh shumë për disa ditë deri në ligjeratën e radhës që t'i zgjedh ato ekuacione, por nuk mundi t'i zgjedh të dy. E zgjodhi vetëm njëri. Ligjeratën e radhës profesori as që i përmendi detyrat e shtëpisë. U habit studenti e çoi dorën dhe i tha: "Profesor, po ju nuk i përmendët 2 detyrat që i kishin shënuar në tabelë dhe që ishin detyrat të shtëpisë." Ai u përgjigj: "Jo," tha. "Ato ishin shembull, demonstrim i 2 ekuacioneve që nuk mund të zgjidhen asnjëherë." Ndërsa ky student i tha: "Po shiko, njërin e kam zgjedhur dhe me të vërtetë ja kishte arritur." "Po pse e kishte zgjedhur?" "Sepse askush nuk i kishte thënë se ti nuk mund ta bësh atë." I dashuri vëlla, e dashura mot, ne shpesh herë në jetë jemi të kufizuar nga gjykimet që tjerët ua bëjnë rrethanave në të cilat gjendemi ne. Le të çlirohemi nga fjalët që i thonë të tjerët, le të fokusohemi çdo herë në punën dhe me ngulm e përkushtim mund të arrihet. Le të mos harrojmë, nuk dështojmë kur humbasim, dështojmë kur dorëzohemi.